Ne sa kanë çuar DEA dhe antimafia. Pjesën tjetër, ende nuk e njihnin. Pra, unë pashk edhe konstatova atje në takimet me zyrtarët, pra me prokuror, me zyrtar të policisë, me zyrtar të porteve, drejtorisht e porteve kemi takuar atje. Që porti ishte porti kryesor i nisjes kokainës për të gjithë botën sot. Pra niset dhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe për Australi, dhe për Azi, dhe për Europë, dhe për Afrikë. Ajo është si të porta kryesore e daljes nga kontinenti i Amerikës Jugut të kokainës. Ata nuk na njihnin. Ndërkohë në Shqipëri kishte dëgjuar biznesmenët tanë, institucionet tona që thoshin, shiko, këto kontenerët që vinë nga Amerika Latine, atje janë të kontrolluara, të plumbosurat, vajte pash atje, saktësisht. Më thanë, atë duhet një elefant? Qa duhet? Elefant. Qa është elefanti? Si vëllim. Pra, se ne diskutonim si ka kokainë. Jo, ai tha, duhet një elefant, po unë mund të fus një elefant në kontener, tha, ke ku e merr. Pra problemi shku do ta zbarkosh në Europë, se këtu te ne po elefant nisin. Pra, siguria atje ishin 4 porte, dhe vetëm një port që marrën koncesion hollandezët për shkak se ata Rotterdami është bërë një port shumë i rëndësishëm hyrje i kokainës, ishin detyruar të merrin në aeroportin e qytetit me koncesion dhe të merrin